Luan Haka, ish kandidati për deputet i Partisë Demokratike, si dhe ish kandidat për kryetar bashkie në Dibër, është vënë në pranga bashkë me 2 persona të tjerë, pasi u është zbuluar një magazin ku stampoheshin rroba të ardhura kontraband me logo të markave të njohura ndërkombëtare. Bëhet fjalë për marka të njohura si Hugo Boss, Calvin Klein, Air Jordan, Tommy Hilfiger, Balenciaga, Valentino, Dolce Gabbana, Prada, Emporio Armani, Philip Plein, Moncler, Adidas, Reebok e shumë brande të tjera luksoze. Rrobat silleshin nga turku Oskan Sylyn dhe më pas magazinoheshin në rrugën e Arbërit në fshatin Brar në Tiranë, ku stampoheshin me logo të markave. Pas stampimit, i gjithë malli dilte në treg duke furnizuar dyqanet nga më të ndryshmet në Tiranë dhe jo vetëm, dhe duke u shitur si produkt origjinal. Në pranga ka rënë edhe Ali Bushati, Giulio Lecaj, administrator të fabrikave, Arjan Hida, qeradhënës i pronave, ndërkohë që është shpallur në kërkim edhe djali i Luan Hakës, Lition Haka. Në gjendje të lirë po hetohen 4 punonjës.